Kryedemokrati Sali Berisha zhvilloi këtë të hënë një mbledhje në kryesinë e Partisë Demokratike ku fokusi kryesor ishte raporti përfundimtar i OSBE-ut mbi zgjedhjet parlamentare të 11 maj 2025. Gjatë fjalës për mediat, Berisha theksoi se vlerësimet e raportit të OSBE-s përkojnë me gjetjet dhe provat e mbledhura nga Partia Demokratike, duke përfshirë dokumente dhe materiale videoje që sipas tij dëshmojnë shkeljet e rënda të parimeve të garës së ndershme. E vërteta është se është në meritën e madhe të atyre vëzhguesve dhe drejtuesve të tyre që pikërisht të kjo çështje që është në themelorja, ata ndalen dhe rikthehen. Sa herë që kanë analizuar njëri pas tjetrit faktor që bën garën të pabarabartë. Po si mund të jetë garë barabartë kur ai që ka buxhetin e shtetit paguën votën 100 euro për pensionist, dhurat për votë? Si mund të jetë garë barabartë kur ai që ka buxhetin e shtetit nga 34 milion që ka dhënë një vit më parë për fermerët e çon në 240 milion fondin? Si mund të jetë garë barabartë kur mira automjete publike nga kryeministri e ministra me drejtorë se i kanë të gjithë me vetura, përdoren 2 muaj rresht në garë elektorale? Çfarë logjistike gjigande është kjo krahasuar me kundërshtarin? Kreu i Partisë Demokratike njoftoi gjithashtu nisjen e një analize të brendshme në zgjedhjet e 11 maj, duke theksuar se vonesa në publikimin e raportit të OSBE-s është një prej arsyeve që shtyu këtë proces. Gjetjet e grumbulluara nga Partia Demokratike do t'i shpërndahen anëtarëve në një përmbledhje të detajuar si pjesë e përgatitjes për debatin e brendshëm dhe përpjekjet për përmirësimin e standardeve të proceseve zgjedhore në vend.